ish presidenti dhe ish kryeministri i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, sot ka ardhur për vizitë në fshatin e tij të lindjes në Buroj. Lokacioni i parë në cilin erdhi ai ishte varrezat e fshatit në cilën është varrosur babai i tij 5 ditë më parë. Haxhi Thaçi u varros, mirë po djalët e tij Hashimi, dhomat e specializuara në Hag nuk i dhanë leje që të vinë në ceremoninë e varrimit të tij. Ai sot rreth orës 10 erdhi për të vizituar varrin e babait të tij, me çfarë vendosi edhe një kuror me lule. Shkrimi në atë kuror me lule ishte mjaft emocional. Ndër tjera ai tha se shumë qytetarë të Kosovës kanë ardhur që ta vizitojnë atë dhe familjen e tij për ceremoninë e varrimit dhe për ditët e të pamës, dhe së shpejti ai dorë për dorë do t'i falenderojë të gjithë ata që kanë ardhur për vizitë tek familja Thaçi. Ne jemi në fshatin Buroj, siç thash edhe më parë, dhe pak më lart në fshat janë shtëpiat e familjes Thaçi, ku ish kryeministri dhe ish presidenti është aktualisht duke qëndruar, pasi ai, siç kemi marrë vesh, ka ardhur të takojë nënën dhe motrën e tij. Pak më lart është një patrull policore ku policët, të cilët aktualisht janë detyrë, nuk po i lejojnë veturat që të kalojnë këtë pjesë të fshatit, pra ata na ndaluan pak metra më lart. Ne tani do të vazhdojmë të shkojmë pranë shtëpisë së familjes Thaçi dhe të shohim mes tjera është ja sillim edhe pamje të forcave të shtuara të policisë dhe të EULEX-it, të cilët po qëndrojnë për të menaxhuar, themi ashtu, masat e sigurisë të vendosura nga dhomat e specializuara për Hashim Thaçin. Me dëgjuar që Thaçi ishte në Buroj, gjithsesi në varrezat e fshatit, qytetarët të shumtë u mbledhën në pjesën sipër, pasi që edhe perimetri i sigurisë ishte aty. Disa prej tyre dhe i shpreha ngushëllime ish presidentit dhe ish kryeministrit, përgjigjja e tij natyrisht ishte me faleminderit dhe duke ngritur grushtin, pra si një shenjë që ai vazhdon të jetë i fortë. Jemi pranë shtëpisë së familjes Thaçi, pra prapa krahëve të mi është aktualisht Hashim Thaçi. Ai gjatë kësaj vizite ka qenë shoqëruar nga 3 vetura të EULEX-it dhe 4 vetura të policisë së Kosovës. Është raportuar se ai do të qëndrojë në Kosovë për një vizitë 2 ditore, pra sonte ai do të shkojë në selinë e EULEX-it, ku më pas anëtarët e tjerë të familjes do të kenë rastin të shkojnë ta vizitojnë atë atje. Mirë po, gjithë kjo kohë e vizitës varet se sa do të respektohen masat e sigurisë.